Starton këtu Dugagjini, Feronikeli 74. Ndoshta kjo është ndeshja e sezonit për të besuarit e Ismet Munish. Lizdemiri provon të shtyjë para. Diferencë prej 4 pikëve tashmë e krijuar me skuadrën e Suharekës që është në vendin e 9. Dugagjini që për momentin duket rrugës së mirë për të shpëtuar në Super League, mirë po sigurisht gjëja më e mirë do ishte t'i ikët edhe barazhit për të mos rrezikuar aty, sepse nga liga pa në barazh mund të kemi ekipe shumë të forta. Për momentin Vushtria e Liria janë në pozitat e dyta të grupeve A dhe B. Për këtë arsye idealja do të ishte për Dugagjinin që të shmangej nga barazhi. Isufi kontrollon topi mirë në mesfush nga Dardan Mori. Javdim Zumberi e kthen topin brava tani. Morina. E shohim në ndërtim të aksioneve, skuadra e Feronikeli 74 me 3 në vijën e fundit. Krahas kapitenit Ladrovsi janë Morina në krahun e djathtë dhe Halili në krahun e majt. Rikthehet mes shtyllave edhe italiani Simone Moskin, i cili nuk ishte në port në ndeshjen e kaluar përballë Ballkanit. Ndeshje ku për hir të së vërtetës Feronikeli 74 befasoi gjithë. Margono rrezikon pak, por është i sigurt në veprimin e tij. Jep janë hapësirë. Djenit Isufi. Jep. Hey. Jep e topin. Pas 4 ndeshjeve të humbura rresht, Feronikeli 74 barazoi 3-3 pra me Ballkanin në gjiron e kaluar, ndeshja që u luaj të hënë. 2 gola nga Sokol Kiqina dhe një tjetër nga Kryeziu. Tani shansi i skuadrës së Dugagjinit që dal para është Faton Neziri, mirë pasimi i tij Pepçeli, mundësia këtu. Topi në krah, vjen goditja. Të merr. As pak e mirë Shënjestra përfundon në Rivani Anzore. U shohim edhe Granit Dervishollin. Sokol! Okej, bravo! Djenit, në kurriza, veç rruje. Veç s'ka nevoj për fallë. Fifi, opet, të mërë vetë. Në Korali në Sport 2 mund të ndishni super balla vaqimin e Serie A italiane Inter Roma. Ik muje për mas. Morina! Jo. O Morina! Jo, pidion! E kiki, Pina! Ban topin në posedim të Sokol Kiqina, shumë mirë pasimi të Zumberi. Në të kërën e Kiqina, pas sukses. Zumberi! Edson Sinani, ardhur nga Prishtina në fillimin e sezonit. Skuadra e Dugagjinit që kishte nevojë për një mbrojtës pas lëndimit të rëndë që psoi Besari Seni. Ka pasur performanca mjaft të mira Edson Sinani me fanellën e skuadrës nga Kina, ka qenë garanci e shtuar për repartin defanziv. Skuadra e Dugagjinit që ka pasur probleme, mirë po problemet i ka pasur më shumë në fazën e sulmit se në atë të mbrojtjes, mund të themi. Nuk ka shënuar shumë gole gjatë këtij edicioni. Vetëm 27 gole në 31 takime. Sulmi i dytë më i dobët në ligë, pas atij të Feronikeli 74 që ka shënuar vetëm 19 gole gjithsej. Degazhimi parë, ndryrim lapitar Ladrovsi, Rent Avdyli. Mirë kombinimi me Zumberin, shansi tani për Feronikeli 74, Kiqina, super ndërhyrje. Reagon Sinani.
Zomberi, provon të arkoj, është blokuar këtë nga Elton Pastri. Po shkon në rivani kondi, 5 minuta kalojnë në 18 qershore. Ela ti Djenit, ela ti Faton. Topin e këthi, Faton topin e dy, Faton, Djenit, Faton që peshin. Shtylla dyt, shtylla dyt. Bache. Hajde Pefi. Ja për masa. Vjen tani ky harkim drejt shtyllës së dytë, shumë i fortë, i paarritshëm për Armend Halili në këto momente. Topi që shkon në rivanin fundore. Zona djap. Topi gjatë para, përfundon jashtë në rivanin zone. Ja këto, Musa. Këto, Musa. Fek. Konsideruar prezent në Hajde tash Jona. ndërkohë që sot po zhvillohen 3 ballafaqime në grupin 9 të ligës së parë. Radovici Rilindja, Mitrovica Istogu dhe Trenica Besa Pejës. Pashtu të angazhuara janë edhe disa skuadra në grupin B të ligës së parë pashtu. Shumë luftë e fortë në të dyja grupet. Mishina Rej Vjosa, Vushtria Keku dhe Kika Fushkosova, ballafaqimet e grupit B. Sinani luan në krah me Viktor Hugo. Hugo. Topi shkon në rivani anësore. Shon në plan të parë Ismet Munishin. Faton Neziri. Prajt lirimin e bashkëlejtarëve, mirë po nuk vjen. Është lejtar shumë i rëndësishëm në formacionin e skuadrës së Dugazhinit. Faton Neziri, këmbë shpejti që luan në krahun e majtë të mbrojtjes. Kiqina provon të bëj probleme dhe vjedh këtë top. Kiqina. Mirë ideja ati për të luajtur me bashkëlejtarët. Mirë po nuk ka arrin ta kontrolloj topin e mirë më të mirë të mundshme Liz Demiri. Në offside më pas ndodhet Kiqina. Topi vjedhur këtu nga skuadra e Feronikeli 74, Zekolli, mundësi arkimit. Shumë thellë në shtyllën e dytë. Largohet pa problem nga Elton Pastri. Isufi. Kombinimi me Kuran Berishin e ka situatën në kontroll Granit Musa. Bravo Efi, bravo. Këto minuta të para të ndeshjes asgjë për të përmendur. Neziri. Tre duelet e kaluara të këtij edicioni mes dy skuadrave, 2 herë ka fituar Dugazhini dhe 1 herë Feronikeli 74. 2-0 në duelin e parë të sezonit në stadiumin Recep Recep për skuadrën e Dugazhinit që ishte mysafire. E pastaj 2-1 fitonin këtu në Klim në 9 nëntor. Besuarit e Ismet Munishit në një ndeshje që ishte shumë dramatike me 2 karton të kush fiton të Dugazhinit. Në duelin e fundit direkt ka qenë fitore Feronikeli 74 me shifra 1-0 në shtëpi. Duelin e vetëm e shëron të Learzi Kolli në minutën e 97 të takimit. Se si do shkojnë zjarat këtë në këtë takim. Dugazhini që llogaritët favorite e madhe në letër të faktë. Bravo Nili!
Pasimi drejt qendrës, nuk kontrollohet ashtu siç duhet. Ilir Sylla. E ka shvendosur trajneri Ismet Munishi Sylla në mes fush në këto duelet e këtij sezoni. Lejtari i cili ka luajtur gjithmonë si mbrojtës. Mirë po e gjembe të shumë mirë edhe në mes fush. Viktor Hugo. Mirë ky pasim, brava shansi këtu, një goditje nga distancë. Nuk përfundon. Tentim shumë i rrezikshëm nga Morino. Minuta 11, rasti i parë që mund të përmendim nga ky ballavaçim, kjo e më potente. Morina! Që shkon jashtë. Ka erdhi goli, por erdhi sinjali parë nga Dugagjini. Do sulmojnë gjatë këtij ballavaçimi gjatë gjithë kohës. Djeniti Sufi provon të harkoj. Në shtyllën e dytë e kontrollon Moskin në situatën. Sinan. Morino. Musa. Lui. Musa. Meleki. E tani një moment që i drill pak sa zemrat e tifozëve të Dugagjinit. Sigurisht mbrojtje për kalon gjithë shumë mirë. Viktor Hugo që i ktheu ato shumë ngadalë tek portieri Margono. Fatmirësisht skuadra Feronikeli 74 nuk po ushtronte presion të lehtë. Djeniti Sufi. Mirë ky pasim tek Faton Neziri. Tani mundësia, Ilir Sylla futet në zonë, shansi këtu. Rona Hakimi Zhagazi është blokuar. Topi që shkon në Rivani Kandi. Djeniti Sufi shkon për të harkuar drejt zonës, pothuaj se 15 minuta lojë. Gati tash. Vjen harkimi tani, çon se çfarë do të ndodh. E kuran Berisha, ky top në zonë, penalti kërkohet, nuk ka penalti thot mentor Ajeti. Nga Faton Neziri. Do të arishojmë edhe një herë atë moment i paknaqur Ismet Munishi, i cili po dëgjohet nga tribinat ku është momentalisht. Ata shojmë edhe një tjetër se çfarë ka ndodhur. Këtu kërkua penalti.
Loja duhet të rifilloj, nuk ka pasur mjaftueshëm evidencë për penalti. Dalëzja në këto momente është fauli shkaktuar në lavdim Zomberi. Lika! Lika! Lika, pa mbrojtjes, Lika! Kujdes, jam, kujdes! Lisi, pa mbrojtjes, Lika! O, Lika! Qërë, qërë me ki, o, Lis, Lika! Qashtu, hova! Riktet Shto, Lika! Bardu, Lika! Qaj, luj, s'ka dal! Kemi ndërhyrje të pali juar, një ndërhyrje mjaft e rrezikshme këtu. Fauli i shkaktuar nga Florent Avdyri, shumë edhe herë në këto momente. Zekolli, këtën topin brapa, Zomberi, një lejtari e Ferran Mikeli shtarit e katër në dërkoj. Dugagjini që e ka posedimin e tani në talë, në gjyqtarën në tëra jeti. A beseti ka është ashtu më të iskenua, beseti! Po faton, po topi o të i zamër haqë bre, hëtë të vi me tyja. Hej! Ma di një herë, hëtë me topë, normal. Hëtë me oqë në jetë, se qita në oqë jetë. Lika, në panzim, hinë ma mërena ju të dytë, se ata po lujnë e shallësia, po kupton. Edhe ej, edhe në dërtim hinë ma mërena ju të hajde për moj lejtë sa ta filma, orë fërë. Për lejtë sa ta filma, bre, jera për ligës të. Me filma dhe Shojmë ndërkoj Smet Monishin, gjatë gjithë kohës aktiv, duke u munduar t'i jap krahët besuarve të tij, sepse fitoria këtu mund t'jetë më e rëndësishme e këtij sezoni padyshim. Nuk ka qenë një edicion i lehtë për Dugagjinin. Skadra që ka luftuar shumë me kapacitetin që ka, me shumë lëndime që ka pasur po ashtu. Topi ka dalë jashtë vijave anësore. Gjiro Ashme takon në skuadrën e Dugagjinit me rivalin e përbetuar me Malishevën, ndeshje e cila luhet në udhëtim në stadiumin Liman Gegaj. Dugagjini dhe Malisheva që kanë krijuar me të vërtet një rivalitet të madh mes tyre qysh prej kohës kur janë inkuadruar që të dyja së bashku në Super League para 4 sezoneve. Rivalitet i krijuar nga Liga e parë. Jarkim drejt zonës nga Zekolli, largohet topi. Mirë pa akoma është aty në 16 metër shansi tani për goditje, Zomberi nuk ja del. Ndërhyn shpejt Marina për ta bllokuar.
Pefi, qërë via, Pefi merreti, ova. Hajde Pefi, qartë ane. Simo! Rapa inside! Sylla, shansi tjetër për Dugagjinin. Mirë pasimi Dardan Morina. E mban topin në mjaft mirë në posedim, provon të dërgoj për Hekuran Berishon. E njerë kombinimi mes dy të rinjve, vjen arkimi drejt zonës shansi, këtu e let goditja. Qëndrore po ashtu. Kontrollon pa problem portieri Moskin. Tentimi i Erlis Gjemajlit. Arkim shumë i mirë këtu nga Dardan Morina. Rocky! Dali këtu e Marinës. Kemi karton të verdh, pa dyshim Armend Halili ndështohet. Shëndërhyra në Dardan Morinën. Lejtari më aktiv deri më tani në lojë Marina, ka bërë më së shumti nga gjithë futbollistët në fush. Musa! Nergim Pevqeli pranë topit gati për të harkuar. Dy nistenishat me zveti po të prekën kogja shumë. Nuk do tjetë Pevqeli ai që do harkojnë, ndalet loja nga gjyqtari. Pasi ka kontakte në zonë mes Erlis Gjemajlit dhe Lapashticës. Vjen ky harkim, ullët, largohet shpejt nga Granit Musa, provon tani të dalë në kundërsun Feronikeli 74. Nuk ja del Avdyli. Bukur pasimi këtu, shansi mjaft i mirë Nergim Pevqeli, nuk arrin në gol. Ka pasur edhe offside. Mundësi e mirë që nuk shfrytëzohet nga skuadra e Dugagjinit. Ja e shojmë edhe njerë në kufi pozicioni jashtë loja i Nergim Pevqelit. Pasimi gjatë drejt Liz Demirit, çfarë gabimi në mbrojtje. Spastrat Raziku gjithsesi. Nuk kuptohen mes tyre Margono dhe Basri. Nuk e flasin njëjtën gjuhë. E për pak t'i kushtonte kjo situatë me gol skuadrës së Dugagjinit. Për pak. Topi tek Marina. Granit Musa. Kujdes, hajde tash, hajde. Bukur kjo lëvizje nga Musa, Demiri. Shansi këtu Florent Avdyli. Provon të harkoj drejt zonës e Miri dhe
Nuk realizohet ashtu si që mendoj gjithsesi. Topi në zonë, mundësi shumë e mirë tani për Dugagjinin, qojmë vjen kjo goditje, pret Moskin. 0-0 gëjtet, minuta 25 e takimit. Ja shumë edhe njerë temtimin e Kuran Berishës, i plëkësh. Hajde afro, Dardi, Hugo! Elton Basri. Topi tek Faton Neziri. Djeniti Sufi. Edhe njerë kombinimi 1-2 me Nezirin, vjen tani Arkimi drejt zonës. Blokot Mia Marina. Në këtë stadium skuadra e Dugagjinit ka 6 fitore, 5 barazime dhe 4 humbje këtë edicion. Ka fituar 23 pikë si vendase. Pjesën më të madhe të pikëve të tyre. Marina, vjen Arkimi i tij, nuk arrin të gjuraj me goditje gërshër, Djeniti Sufi. Bukulla një shkërbi në një anëzore. Shumë edhe një. Sigurisht një super gol po të shënoj, mirë po nuk është e letë të realizohet gol në atë mënyrë. Kuran Berisha e lë topin të Ardan Marina. Elir Sylja. Elton Basri. Faton Neziri shumë mirë pasimit i Morgim Pefqeli. Nuk arrin të kuptohet me pashkëlejtarët. Humbët kujtop dhe shansi këtu për Feronikeli në shtadjet e 4, mirë po nuk arrin në kohë Liz Demiri. Për luan si qëndër sulmues në këtë ballavaqim Demiri. Lojtari i cili ka luajtur si mes fushor, mirë po edhe si mbrojtës të skrahur në Superligë në këto 2 sezonet e fundit. E Kuran Berisha. Në topin në krah, mundësia Arkimit tani. Ky top drejt zonës, rrezik i madh i Sufi Gjuan. Nuk arrin të rrezikoj. Mirë Sinoni aty, Elton Basri tek Erlis Gjemajli. Ardan Marina e shtyp topin në krah. Morgim Pefqeli, shansi për Dugagjinin, ky Arkim drejt krahu tjetër i pas suksesshëm. Cyrus, be careful, offensive! Rikënja nësore të takoj Dugagjinit, futemi në minutën e 30 të këti ballavaqimi. Sirius Margano. Futbolistët e Feronikeli shtadit e 4 ndëshkohet Kërnit Musa.
Shohim edhe njerë momentin e këtyre ndërhyrjeve, fillimisht Kiçina në Nezirin e pastaj Musa në Pefçelin. Nikim Pefçeli ndërhyr në Lavidon në Dropsi. Erlis Gjemari shumë e mirë, ideja ati për të mbetur topin e kontrolën në tutë fatta Neziri. Vjen arkimi drejt zonës Rozi këtu, po shpoton porta për Mikeli shtadjet e kontë. Edhe njerë Neziri në posedim. Luajti për Drenicën për një periudhë të shkurtër para se të vinte tek Dugagjini Faton Neziri. Djenici Sofi blokohet dhe do të kemi rivënë në këndi. Vjen ky harkim nga këndi, qojmë goditja. Faul në sun kemi nga Sinani. Përndryshe gjatë këtij edicioni, Ferronikeli 74 ka qenë ekip i tmerrshëm në ndeshjet si mysafire. 14 duele, 13 humbje dhe vetëm një barazim në ultim. Ky është bilanci katastrofal i skuadrës nga Drenasi. Barazimin e vetëm si mysafire kanë arritur ndaj Malishevës në gjiron e 16. Duelet e tjera e kanë humbur të gjitha. Shansi këtu për Ferronikeli 74, është Kiçina në zonë, plokot. Reagon mirë mbrojtja vendase, Guram Berisha për të tej kaloj, nuk ja del përballë Armend Halilit. Kal Kiçina, shtyn topin për mrekulli në krah granit, Musa futet në zonë, shansi këtu kjo ndërhyrje. Loja duhet të vijoj, simulim të gjyqtari a jeti, Pefçeli në rëndjete. Nikim Pefçeli. Gjejatësi, Pefçeli futet në zonë, penalti kërkon kapitani ver, simulim edhe nga Pefçeli. Sigurisht, përsëris Vani në kemi prezent për çdo situatë. Ky është momenti ndërkohë, dueli mes Marinës dhe Pefçelit. Ka mbetur edhe shumë në pjesën e parë. Simon Evanski. Rent Avdyli. Lapashtica e shtyt topin në krah. Në 15 duelet e kaluara në këtë stadium, skuadra e Dugagjinit pjesën e parë vetëm 2 herë ka mbyllur duke fituar dhe 2 herë duke humbur. Pjesa tjetër kanë qenë barazime, shumica prej të cilëve pa gola. 0-0 në pjesën e para. Ky është rezultat që shpesh herë na ka rastisur ta shohim, sidomos këtu në 18 qershor. Sinani. Marina. E Guram Berisha. Këtë në topin brapa, ndërhyrja Alis Demirit këtu, dhe fauli i lirë
Sylës. Basha, qoj atën. Qoj atën. Gëllë nëzhe, trajneri Ismet Munishi me njëre, prima gjatën e ka parë që skuadra ati po vuan në aspektin ofensiv dhe do shta do synoj të bëjë zëvendësim me njerë në startin e pjesës së dytë. Pare që më kujto për Leard Zekollin. Gjeneti Sufi. Gjënkim Pepqeli, këtën topin të Kerlis Gjemajli. Tani ky arkim drejt, së mbi port Dëtitja me koke hekuran Perishos. Shfaqë Rozik. Mira Ekor, bravo Ekor! Bravo! Bravo Edir! Edir, vazhdive, Nika! Vazhdive, Edir! Dati, bani, dati! Topin e gjatë! Pasimi gjatë tani drejt Liz Demirë, ndërhyn me shumë lehtësi Ekzam Sinami pa probleme. Ekzam Sinami që në vitet e fundit ka ndryshuar mjaft ekipe nga Gjilani tek Prishtina, nga Prishtina tek Dugagjini. Ish lojtarë edhe tek Ballkani për disa sezone, ku luajti në Conference League. Ashtu ka qenë edhe pjesë e llakut në të kaluar. Cyrus! Preventive communicate! More communicate. Okay? It's okay, but just prevent it. Gjënkim Pepqeli. Cyrus, be careful from the one ball. Pa asnjë problem. Fatat! Shoqi këtu që Ferrari 70 minuta të rrezikojmë, mirë po jo mbyllë gjithçka në mesfushën nga Fatimizeri Hugo. I bën topin tek Marina. Ideja për të gjetur Sufin në krahun tjetër. Marina i tek topi. Gjeneti Sufi. A do të kemi goditje këtu Hugo, provon mirë po plokot shumë shpejt reagimi i skuadrës Ferrovilit 74. Nuk i lën asnjë mundësi Hugos. A che po' che position. Kemi drejt zonës. Ekzam Sinami. Kim drejt zonës të ndërryn në Lapidar Ladrovsi, minuta e 40 e pallavaçimit Fiorentina Abdulli.
Jeni të basë. Pesciani tek Morina. Gjeneti Sofi. Ka bllokuar nga Morina. Topi tek Faton Neziri në krahun e majt, mundësia arkimit. Neziri topi në zonë. Këtu definitivisht duhet vari. Minuta 40 e paravaçimit transversalja, duket se ka shpëtuar Veronikeli 74. Mirë po duhet të rishojmë këtë momentin dhe jo shikues. E shojmë edhe njerë, super arkim nga Faton Neziri, goditje fort nga Berisha, por jo, topi nuk e ka kaluar vijën. 0-0 mbetet. Ka nevojë këtu as për varas për asgjë, brejet qartë. Topi ka qenë jashtë. Gjithsesi, flirton me golin Dugagjini. Hug. Markimi drejt shtyllës së dytë për Basrin, i cili nuk arrin në kohë. E shohim edhe njerë momentin e kësaj goditje. Esmet Munishi gjithkohon në lëvizje. Për ato fuqishëm këtë ndeshje. Sigurisht më i lumtur do të kishte qenë Munishi po të ishte në stol. Ilir Cylja tek Sofi. Provan të gjej hapësirë në zonë Sofi, shumë mirë rasti për Maski. Nuk arrin edhe njerë të shëlloj gol Dugagjini. Tjetër mundësi shumë e mirë shëllimi. Goditja shkon drejte në portierin italian, përsëri Dardan Morina i përfshirë. Lavdim Zumberi janë 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Shumë mirë pasi me rasti tani Kiçina. Kur nuk shanon pasar, kjo i ndodh Dugagjinit dhe janë mysafirë që kalojnë e përsi. Sokol Kiçina në zjarë. 2 gola i shënoi gjiron e kaluar, shënon edhe sot. Krejt në fundin e pjesës së parë. Tronditët Dugagjini, tronditët Munishi. Hajde, ju, jetë! Unë e ju. Shumë të lehtë e pati këtu Sokol Kiçina, një sulmues i lëvizshëm si ai. Arrin të gjej hapësira të tilla, shihni 3 lojtar kundërshtar i lënë hije dhe vetë shënon. Por edhe asistimi Zumberit ishte për notën 10. 0-1 shifrat në 18 qershori. Tash më se qitë. 3 minuta ndroj dënat. Po tash më se qitë. Tash birë, se më keni. 3 minuta ndroj.
Goditje e rëndë për Dugazini që ishte duke dominuar ndeshjen në këto minutat e fundit. Por ky është futbolli. Dardan Morina tani duhet të sulmoj edhe më fuqishëm Dugazini. Lapidalla Drovcic me një herë rasti këtu. Nuk arrin të gjuaj Pevçeli. Rasti tjetër për Sokol Kiqina. Reagon Hugo, shpëton Dugazini, 3 minuta shtesa e pjesës e parë. Mirë ka luajtur Ferronikeli shtadjet e 4 në pramber, sidomos pas ardhjes së trajnerit Granit Dervisholli. Ndoshta shprecat për mbijetes nuk i kanë pasur, por karakter kanë treguar në çdo ndeshje. Veprimi i parë që një ekip normal duhet ta bënte është i zgjat kontratën Dervishollit edhe në ligën e parë. Të punoj me këtë ekip, por rikthim pastaj në Super League. Kuran Berisha. Më të mirë se sa italiani Giovanni Colella definitivisht ka bërë Dervisholli, kjo as nuk vjen në shprehje. Zumberi është fauluar nga Sinani. Pasimi tek Florent Abdyli. Topin brapa Marina. Karin asgjë. Skuadra Ferronikeli shtadjet e 4 këtu. La Pashtica. Topi tek Ilir Syla. Dardan Morina. Avanzon para, mirë driplon në mesin e disa lejtarëve kundërshtar, nuk arrin të kombinojë me bashkë lejtarët, pas me gabuarit i tij. Por Faton Eziri vjen për ta rrëmbyer këtë mundësi argimi tani. Topi në zonë, Morina. Kthen tek Dieliti Sufi. Markimi drejt Markit Pevçelit, Ilir Syla nuk e ndan dhe shumë pak sekonda kanë ngelur në këtë pjesë të parë. Ekzon Sinani. Simiti në qendër, humbë topi, humbën shprecat që Dugazini të barazoj shifrat në pjesën e parë. Mbyllot pjesa parë 1-0 për Ferronikeli shtadjet e 4, Gëlshënuzi janë për startin e këtij dueli, kësaj pjesë të dytë. Dugazini kërkon rikthimin sigurisht sepse nuk i tolerohet një disfat tjetër nga vendi fundit në tabelë. Se si të shkojnë gjëra tani. Ishte skuadrë më insistuese me të vërtet Dugazini në pjesën e parë duke pasur më shumë raste. Por rastet e tyre nuk u shndruan në gole, në anën tjetër Sokol Kiqina nuk fali. Topi që dërgohet në krah në këto momente ku ndodhet Albion Plana i inkuadruar në lojë për pjesën e dytë. Për t'i dhënë më shumë freski skuadrës në krah, aty ku ka vuajtur Dugazini në pjesën e parë. Presion i lartë nga skuadra vendase. Në gjerën e anshme thash Dugazini nuk ka ndeshje të lehtë. Përballët me rivalet e Malishevës. Të bishkon në rivënje anësore.
Ditë e diele mbushur me plot sport këtu në platformën numër 1 të vendit. Spektakli cili do t'jetë prezent gjatë gjithë kohës. Mërkim Pevqeli provon të futet në zona, do të kemi penalti. Kjo ndërhyrje Lapa Shticos. Nuk ka 11 metër sot gjyqtari Mentor Ajeti. Topi tek portieri Simone Moskin. Nga ora 19 gjysmë finalja e tretë Bashkimi Peja, nga ora 21:30 NBA në sjell ndeshjen e play-offit Lakers Minnesota, nga ora 18 vjen Juventus Monza, në mbrëmje Napoli Torino dhe Atalanta Lecce. Hugo dërgon topin në Kratik, Albion Plana. Hugo kthen topin mbrapa krejtësisht për tek Elton Basri. Shansi tani për një arkim drejt zonës Plana, shumë i rasti këtu dhe 1-1. Shanon Hekuran Berisha. Minuta 49 ballafaqimi Dugagjini para Zangjilshka. Rasti i pari kësaj pjesë të dytë, çfarë mega krosimi nga Albion Plana. Siç është më së miri gjuan Hekuran Berisha. Goli 9 i sezonit për të. 1-1 para Zangjilshka. I pak naqur Florent Abdyli, ja shohim edhe njerë super harkim. E më pas Berisha që përfiton. Kam mjaftuar shumë kohë që Dugagjini ta kërkoj komplet fitoren sot. Liz Demiri provon të luaj para. Nuk arrin të ndale ato po Zekolli. Sinani le topin shumë mirë tek Mërkim Pevqeli që dërgon me njerë tek Plana në krah. Rasti këtu Djeniti Sufi, mundësia për Dugagjinin me njerë. Plana goditja blokot nga Zumberi. Neziri le topin në krah tek Gjemajli. Vjen ky arkim, çon çfarë do sjell Plana, rasti këtu, çfarë pritje Moskin. Ka mundur fare lehtë skuadra e Dugagjinit që brenda 2 minutave të shënoi 2 gola. Mirë po intervenon Simone Moskin. Mbetet 1-1. Shohim edhe njerë harkimi Erlis Gjemajli dhe më pas Albion Plana që gjendet shumë mirë në zonë. Për pak sa nuk shënoj. Ndaljon gjyqtari Mentor Ajeti sepse ka parë tensione në zonën e 16 metrëshit mes Liz Demirit dhe Elton Basrit. E ka probleme si duket edhe me rrjetën e portës Ferran Ikeli 74. Shohim golin dhe festën e Berishës. Shohim tani ky arkim drejt zonës ka grushtuar Moskin.
Do shkon në këndin tjetër Victor Hugo këtë herë për të harkuar drejt zonës. Shko afroje 2 menjati. Shko plana. Qam se çfarë do sjell ky moment Hugo. Granit! A dëgjej kokën e bashkëlojtarëve, vjen krosimi i tij, të lovin në zonë, nuk ka rrezik. Qaty! Lodi, Leo, hajde shkone. Lodi, Leo, hajde. Armend Halili, mirë driblon, por pasimi nuk e ka të sakt. Topi drejt krahut të Majt, i gabuar ky pasim. Presion bën Hekuran Berisha gjithsesi. Musa. Para 2 sezoneve kujtojmë Dugagjini arriti plasmanin në Evropë, vendin e 4 në Super League, që është rekord për këtë skuadër. Sezoni më i mirë i tyre. Goditja këtu shkon jashtë. Deri në fund të këtij edicioni Ferronikeli 74 do luajë edhe përballë Gjiljanit, Suarekës, Malishevës, Prishtinës dhe Dritës. Nuk është se do të kenë shumë peshë ndeshjet e tyre pasi janë rrëzuar nga Superliga edhe matematikisht. Në anën tjetër skuadra e Dugagjinit deri në fund përballet me Malishevën, Prishtinën, Dritën, Ferizën dhe Llapin, ndeshje shumë të vështira. Skuadra që kërkon patjetër fitoren këtu për të shkëputur edhe më shumë me Suharekën. E paktën për të mos rrezikuar rënien direkt. Sigurisht do luftoj edhe për të ikur pozitës së 8, për të ikur barazhit, sepse aty kur nuk i dihet. Ka probleme Granit Eleza, i inkuadruar në lojë në fillimin e pjesës së dytë. Bëhet gati Ebrima Jata për të inkuadruar tek Dugagjini. Harkimi drejt zonës me një shansi. Nuk ka rrezik. Presioni i lartë i Egzon Sinanit. Topi shkon në rivanin fundore për portierin Moskin. 10 fitore, 7 barazime, 13 humbje për Dugagjinin. Deri më tani në këtë edicion kanë fituar 33% të ndeshjeve të zhvilluara. Në anën tjetër 3 fitore të Ferronikelit, 74 në 30 takime. Vjen harkimi nga Hugo të shohim. Nuk ka asgjë këtu. Një lojtar i shtrirë në 16 metrësh për secilin prej skuadra. Ndërhyrje pa lejuar e Kiçinës dhe shihni nervozizmin e tij. Do të shkohet me karton të verdh këtu Sokol Kiçina, nuk i lejohet kjo. Edhe një herë ardhian s'fol. Çka gojë vllap, ja jap karton. Po çaj jena. Ky është momenti kur do shkohet me karton të verdh Kiçina. Vetëm 10 minuta zgjati prezenca e Granit Elezaj të lënduar në vend të tij Ebrima Jata.
Futet për të krijuar një dyshje sulmi tashmë me Kuran Berishën. Mërgim Pepçeli pranë topit. Është shumë lejtar në zonë. Të rrezikshëm në ndërprerje Dugaxhini. Pepçeli vjen arkimi i tij. Mundësia tani Djeni Tisufi goditja. Sa afër një super goli. Sa afër një super goli këtu Djeni Tisufi. 1-1 mbetet me fat mysafirët. E shojmë edhe një harkimi Pepçeli dhe më pas topi që shkon tek Djeni Tisufi. Goditja është mbreslënse, mirë po jo e saktë. Armend Halili e rikten topin e lojë. Djeni Tisufi futën në zonë, provon të gjej kontaktin, mirë po nuk vjen ndonjë ndërhyrje drejt tij. Elton Basri. E Kuran Berisha në këtë duel me Ladrovcin. Godet topin, por nuk ka diçka konkrete. Vjen momenti për zëvendësimet tek Ferronikeli, 74 në lojë do të jetë Arlind Maloku, pashtu edhe Adonis Qore. Armend Halili dhe Florent Avdyli janë lojtarët e larguar nga loja. Kthehet në mbrojtje për të luajtur Leard Zekolli për 30 minutat e fundit të këtij ballafaqimi. Marina. Maloku avancon para, gjen hapësirën pasimit i shumë i rrezikshëm shansi këtu Qori. Nuk arrin ta kthej për Kiqinën. Do të ketë shumë kujdes mbrojtja e Dugaxhinit sepse mund ta gjejmë vetën në offside. E them në aspektin që mund të jenë përgjumshëm në ndonjë kundërsulm të Ferronikeli 74, të mos reagojnë siç duhet. Topi shkon drejt planës. Ndërhyrja pa lejuar e Marinës. Jata!
Pran topit Pevgjeli edhe një herë tjetër mund tjetë Rozik. Dy lejta në murin e gjallë për çdo eventualitet. Vjen arkimi nga Pevgjeli, qojmë topin në zonë, Elton Basri provon, është blokuar. Ebri Majata e kthen plana me goditja, nuk ka arrin të shënoj. Tjetër pritje fantastike, Moskin. Një prej ndeshjeve më të mira të ndonjë portieri në Superligën edicion, Moskin në vend përsëri. Shkon për të arkuar Dieniti Sufi. Ka krijuar të jetë shumë raste Dugagjini këtë edicion. Në këtë ndeshje, më shumë se në të tjerat. I Sufi. Vjen arkimi ti rasti këtu dhe 2-1. Rikthehet skuadra e Dugagjinit, është Egzon Sinoni. Të dy golat vinë në të njëjtën mënyrë me goditje me kokë. E 2-1 në epërsi, vendasit nuk arrin të reagoj këtë herë Simone Moskin. Nëse para pak sekondave bëri super pritje, tani nuk pati gjas fare. Dy me një tani Dugagjini, një rikthim i shpejt i tyre në këtë pjesë të dytë. Nuk ishte e lehtë, por ja që ja dolën të besuarit e Ismet Munishit. E shojmë edhe njerë. Ky ishte momenti i golit nga Egzon Sinoni. Shumë mirë u gjendë në zonë që ndërmbrojtësi dhe realizoj. Ismet Munishi me një në komunikim me asistentin e tij Ardian Bashën. Jata. Në vend të luaj me Berishën top ende në pronësi të Dugagjinit, do të jetë rivën janësore. Ka del këtu Hekuran Berisha. Qori e humb këtë top skuadra Feronikeli 74, Mërgim Pevgjeli. Egzon Sinoni. Pasarani nesër vijnë dy ballavaqimet e Superligës, Llapi luan kundër Prishtinës, Drita kundër Ferizajt. Do të jetë një hënë me shumë sport në ardhmoshën. Berisha. Faton e Ziri. Nuk arrin të kombinoj me Erlis Gjemailin. Arlin Maloku tani. Ndërhyrje pa lejuar. E do tjetë karton i verdh. Kështë ndërhyrja pa lejuar e Elton Basrit. Edhe një herë tjetër, momenti më pashëm
Goli I parë I këtij dueli nga Sokol Kiqina I realizuar. Goli që dërgoi në epërsi skuadrën e Feronikeli 74, teksa këtu ishte goli I rikthimit nga Egzan Sinani. Mirë pasimi, mirë ideja, pasi pasimi ishte më I fortë sa që duhet realisht. Mund të jetë kjo ndoshta gjiro që do prodhojë më shumë t'i gola në Superligën tonë të futbollit. Gjiro me të vërtet me shumë gola deri më tani. Pra kujtojmë gjatë ditës së djeshme Ballkani Malisheva 3-2 dhe Gjilani Suareka 3-0. Me 3 gola të këtij ballafaqimi shkon në 11 numri I golave dhe janë edhe 2 ndeshjet e tjera të cilat do zhvillohen nesër, ku mund të ketë mjaft spektakël. 15 gola I patëm në gjiron e kaluar mesatare prej 3 golave për ndeshje. Provot Harkimi këtu, mirë po bllokohet. Musa. Maljoku. Mirë ideja ti, shansi këtu tani Kiqina në zona, do të kemi penalti. Pretendon se ka marrë një goditje këtu Sokol Kiqina. Shohim edhe njerë, ky ishte momenti fillimisht mund dalë Avdim Zymberi dhe pastaj këtu në sandwich I përfshirë Sokol Kiqina. Vari po e kontrollon situatën. Penaltia për Ivan Jekondit, shohim se çfarë do të jetë pas rishikimit të varit. Në balon Bajgora është gjyqtari kryesor I varit së bashku me Bujar Selimajn. Ka ishte ndërhyrja ndërkohë. Lëa duhet të vijojnë nga Rivania Këndore, nuk ka penalti këtu. U rishikua situata dhe nuk ka pasur kontakt për 11 metrësh. Nga Harkimi drejt zonës, shohim këtu rasti është Arlind Maljoku në posedim. Maljoku provon gjej hapësirë. Tyrë këtë top mbrapa nga ana e tij dhe ndërhyrja Jatës e pa lejuar. Zymberi lë topin në qendër. Të shuar me karton të verdhë Hekuran Berisha. Me rezultatin momental, skuadra e Dugagjinit kalon në pozitën e 6 për momentin.
Djeniti Sufi. Provon të nisë para, Faton Nezirin në shumë i fort ky top. I pa rrit që edhe për një këmbë shpejt si Neziri. Ka zëvendësimi radhës tani tek Feronikeli 74. Largon nga loja së Kalkiqina për të lënë vendin e tij në fush për Kryeziun. Shohim golin e Kiqinës ndërkohë. Hajde ata, mirë ata. Armend Kryeziu, i cili ishte historia e javës që lan pas, sepse shënoi gol në Superligë, golin e tij të parë, lojtari i cili gjatë sinorit vjeshtor luajti në Ligën e 3 të Kosovës, divizionin e 4 të garave, duke inspiruar të gjithë me atë golin e tij, pasi është një histori e suksesit, definitivisht një histori e ngjashme me atë të Jamie Vardit në Leicester. Shansi këtu, Zomberi dërgon topin të Kryeziu. Kryeziu me këtë goditje ka pritur Margona. Mbetet 2-1. Kërkon më shumë kujdes nga skuadra e tij në mbrojtje trajneri Ismet Munishi tani. Inter Roma në Sport 2, 0-1 rezultati, në Sport 4, Fiorentina Empoli 2-1. Hajde, ova! Hajde, ta shluj! E rasti tani për golin e tretë të Dugazhinit të shtel pion plana. Provon të harkoj, është blokuar me një herë ai. Liz Demiri. Bukur ky driblim, Demiri. Shkon me pasimin e gjatë, Rrozik mund të jetë tani. Çorri. Provon të harkoj, blokohet nga Faton Neziri. E për mrekulli është pasimi drejt Djeniti Sufit. Gjemaili. I lirë në qendër Albion Plana, drejt tij pasimi. Ndërhyrje pa lejuar. Gati për të inkuadruar në lojë tek Dugazhini Ukraina si Vladislav Komutov. Lapashtica këtu dërgon topin tek Zekolli. Zomberi shumë e mirë kjo manovër e tij. Blokohet, ndalet me faul këtu lavdim Zomberi. Largon nga loja e Kuran Berisha për të lënë vendin e tij në fush për Komutov. Lapidar Ladrovsi e lë topin tek Morina. Malo ku luan brapa dhe njerë me Morinën. Zekolli. Mirë Zomberi, pasimi drejt zonës tani për Liz Demirin, shansi këtu Kryeziu është blokuar nga Sinani. Lapashtica nuk kuptohet me Zekollin, për Smenç dhe ka mundësi nga kundër sulmi tani Dugazhini. Djeniti Sufi 2-2 për Smenç edhe ky jo, i del pasimi, shansi këtu Faton Neziri. Blokohet nga Lapidar Ladrovsi. E shohim shumë vizion këtu nga Djeniti Sufi për të luajtur në krahun tjetër me Nezirin.
Isufi përsëri në posedim. Isufi provon të arkoj tani Marina, nuk është larguar rreziku Plana, e kthen shumë mirë, vjen kjo goditje. Nuk ka top të prekur me dorë tek mentor Ajeti, loja vion. Elton Basri është blokuar nga Zumberi. Armend Kryeziu e vjedha top. Nuk po dorëzohet Feronikeli 74, është shumë e rrezikshme një skuadër e cila nuk ka presion mbi Supe. Nuk lufton për asgjë, thjesht për t'i treguar vlerat secili futbollist. Ama tabelen mos u bën. Ja pa e pas tabelen mos u bën. Kontrolloj. Hajde. Dy zëvendësime tani tek Feronikeli 74, Lizdemiri dhe Endrit Marina largohen nga loja. Në vend të tyre Valeri Stepanenko dhe Taulant Lutfiu. Lutfiu që ishte pjesë e llapit mirë, por nuk gjeti minuta më herët. Vari kontrolloi për një penalti eventuale të skuadrës Dugaxhinit, por nuk vendosi për diçka të tillë. Margim Pepçeli. Vladislav Komutov tek Plana. Mirë pasimi i tij, Jata bllokohet. Ky pasim drejt qendrës tani. Adonis Shori provon të luajë me Lutfiun. Ndërhyrje pa lejuar në mesfush, kartoni verdh për Erlis Gjemailin. Futbollistin i cili nga Gjilani erdhi tek skuadra e Dugaxhinit. Në 10 minuta atyre në fund kaç duhet të rezistoj Dugaxhini për të marrë fitoren shumë të rëndësishme. Egzam Sinani është fauluar, ndërhyrje pa lejuar kjo, shkaktuar nga Çore. Hadi doki. A me thirë doki. Veç pak të në. Veç pak të ta këshiro ma mund më quaj. Jo, vjen, Albert. Lutfiu
Ka blokuar kundërshtarët e dërgon topin tek Musa dhe është rivënia anësore. Në lojë inkuadrohet dhe Learti Emini. Për këto minutat e fundit të ballafaqimit është larguar Djeniti Sufi, një paraqitje shumë e mirë përsëri nga Djeniti Sufi. Një prej zbulimeve të sezonit, një lojtar që është ngritur shumë lart në këto muajt e fundit. Albion Plana, mire ndalë topin në mes fush, Mërgim Pevqeli. Lavdim Zumbere, ndërhynë Erlis Gjemajli, topi shkon të ke Prima Jata. Që në 4-4 situata, një goli 3 dhe jep të fund të ballafaqimi. Emini, mirë pasimi ti Neziri, drejt zonës provon, ndërhynë Lapidar Ladrovsi. Topi që shkon në Rivani Kandi. Pusho. Qati Plana. Mësia nga Rivania Kondore. Arkimi drejshtullës së dytë këndodhet Plana, është më i shpejt se sa Labashtica, por a do e mbaj topin brenda via Vjo. Qati, via. Ova, bravo, Djene. Ova, jata. Kapi prekur me dorë këtu. Gjëra arshme ajo e 32-ta në Superligë sjell këto takime, Malisheva Dugagjini, Feronikeli 74, Gjiliani, Suareka Ferizaj, Prishtina Ballkani dhe Drita Lapi. Nuk kam mbetur edhe shumë deri në përfundimin e këtij sezoni. Dhe 5 gjëra të tjera do të jenë. Këto janë 4 ndeshjet e ardhshme të Dugagjinit, kalendar shumë i vështirë. Ndërkohë Feronikeli 74 ka këta kundërshtar në vijim. Erlis Gjemajli shumë mirë ka mbajtur topin në posedim lojtari Gjilianas. Kombinimi shpejt me Plana dhe topi që bartët në krahun e majt, faton e ziri tek Learti Emini. Ngenarkimi shtylla dytë, Moskin ka dalë. 5 minuta ka ngelur Zekolli. Dugagjini e di fort mirë se Rozik mund të ketë nga Feronikeli 74 në fund. Sepse ndeshjen e fundit përballë tyre e humbin në minutën e 97. Lapidar Ladrovsi. Pasimi gabuar në këto momente nga Valeri Stepanenko. Vladislav Komutov e kthen gabimisht topin mbrapa. Armend Kryeziu blokot nga Egzon Sinani, e ka të pamundur t'ia dal. Shkakton edhe faul në sulm atje. Një që ekipi pari Feronikelit, edhe ekipi 21 ka pasur probleme në bon voyage Superlig, vendi 9 për ta. Mirë po Dugagjini është edhe më keq aty me pozitën e 10, që tregon se tek skuadra nga Klina ka me të vërtet mungesë të fundit të lojtarëve. Ekipi i rezervave më i dobët i komplet Superligës, ekipi U21.
Topi drejt e Brimajatas. Përfundon riveni fundore për portierin Moskin. Bosa po loja vlla. Hajde, jata, go jata. Hopa. Çajo, mos e drejtë, përcjellë. Hajde jata. Vllad, ju. Hop. Leo. Amropa, jo. Zekolli. Topin brava tek Zumberi. Nuk arrin ta vazhdoj aksionin Qori, Lutfiu. 2 minutat e fundit është më të kohës rregull, plus shtesa. A do të ketë forcë Feronikeli 74 na bevasoj të gjithëve. Stepanenko provon të luajë drejt zonës, shansi këtu. Qori nuk e ul dot për Musën, ka pasur edhe offside. Kjo është rënditja tabelore për momentin, Dugagjini që kalon në vendin e 6. Albion Plana në këtë duel me Stepanenko në del fitues Plana. Hugo. Ebri Majata, Ilire Mini. Jata provon vet. E gabon vet. As pak e rrezikshme kjo gjuajtja. se ne shqito pare. Ece. 5 minuta shapat për festë valla, ha. Ja ta go. Leo, hajde. Hova plona. Hajde pa. Në duelet e Serie A që po transmetohen në Art Motion, Fiorentina Empoli 2-1, Inter Roma 0-1. Ato janë dy duele që po luhen në kohë reale. Vjen arkimi drejt zonës. Po që mbet edhe aty, po Emini e kthen tek portieri Margona. Kalon 1 minutë i shtesës. Të shumta nga banka e Dugagjinit, të cilët kërkojnë goditje të lirë për këtë ndërhyrje. Kjo është ndërhyrja Stepanenkos në planon.
Leo, ka dal, Lona, ka dal. Luhet shkurt kjo ndërprerje, Mergin Pevçeli kërkon të gjejë një tjetër faul, mirë po jo. Zumbere shtyn topin në krahun e djathtë. Lapidar Ladrovsi. Me gjitha forcat drejt sulmit, tani Ferro Nigeli 74, Basriu nuk arrin të bllokoj Musën, mundësia argimit, ky top që shkon në drejt shtyllës së dytë për kryeziun. Pevçeli e largon. Mos harroni edhe një herë nesër dy ballavaqimet e tjera. Prishtina Llapi dhe Feriza e Drita. Shansi për të sulmuar dhe për ta gjetur golin e tretë, Dugagjini këtu faton Neziri, lëshon hapin. Neziri, bukur driblimi, Neziri në zonë. Blokot në fund nga Valeri Stepanenko. Rezultatet e ligës së parë janë këto: Drenica Besa 3-1, Raoveci 0-0 me Rilindjen, Mitrovica 3-5 Istogu, 1-0 Prishtina Revjosa, 1-0 Kika Fushkosova, 1-0 Vushtria Kik. Lavdim Zumbere, ka bënë pasim dhe mbyllë gjithë shka këtu, Dugagjini ja ka dhënë.